Thot lutë Zotin tënd me atë që Zoti ty të ka premtuar. Ti po na thu çashtu. Thot nëse e hek këtë dënim për neve, kena më bë musliman, kena me besu. Kur e lutë Allahun dhe a largon dhe prap atë nuk beson. Assalamu alaikum, unë jam Hasan Ismaili dhe mirë se vini në serialin Fillimi dhe Mbarimi. Hoq emisionin që e lam para kësaj, ishte një takim interesant mes Musës a.s. dhe Faraonit. Kaloi me sukses ki takim, mirë po nuk mbeti me kaq. Domethënë tash e kemi edhe një takim që është pak më i ndryshëm, domethënë edhe kjo është e përmendet që i ka thënë Faraon Musës që ka me burgosa, po. Mirë po këtë se ka marrë si s'ka vendos ta burgosa, mirë po ka kërkuar që takohet me magjestarët që në këtë mënyrë ka menduar ta poshësoje Musa a.s. Triumfon në fund Faraoni, tregosa është, do thënë në të drejtë, do thënë ai është pushtetari vetëm, s'ka kush e kërcënon fare. Se fundi prap burgimit nuk mund të ikte Musaj. Po dilte Faraoni me një triumf bagit fuqishëm të madh. Atëherë Faraoni jep lajmin dhe urdhën që të thirrën gjithë magjestarët e vendit dhe përreth, kudo që janë. Por Musa sa këtu e shfrytëzon një moment kur vërehet domethënë mjeshtria e tij dhe mençuria e tij. Thot takimi jon le të jetë ditën e festës, bile përmendet në Kur'an është jo muzine, ditën e zbukurimit, ishte një ditë kur banorët e vendit mblidheshin dhe atë ditë festohej dita duke u vesh mas miri. Do thonë duke u zbukuru njeriu me stolitë e veta që i ka. Dhe thot në tjetë kjo në agim, herët, në mëngjes, që të shihej para njerëzve. Përndryshe nëse do të ishte terr dhe nuk do të dukej, nuk do të shfaqej, nuk do të kishte pak sa do kudo pështjellime aty këtu. Ishte propozimi Musait kur dita dhe çfarë momenti. Dhe këtë e pranon Faraoni dhe paria e tij. Vjen ajo ditë kur Faraoni, domethënë së bashku me serbazët, vinë para Musait a.s. për të shfaqur ata intrigat e tyre, mashtrimet e tyre, sikur që e kishin zakon. Kanë qenë shumë minuta, apo? Domethënë serbazët, domethënë sikur që u përmend, ishte një profesion shumë i njohur në atë kohë. Numrat e tyre, sipas disa komentuesve të Kuranit, thuhet që kanë kaluar me 10.000, domethënë shumë persona. Aty këtu domethënë pastaj përcaktohet se kush ka thënë më pak apo më tepër, por numri i pjesëtarëve që kanë ardhur me marrë dhe me dëshmuar se ka do ndodhë është shumë i madh. Domethënë dita e festës është momenti kur del krejt njerëzimi në shesh me pas se çka do ndodhë, sidomos në kësaj raste kur kishte një sfidë. Më pa e vërteta mes Musait edhe Faraonit. Disa e zvoglojnë këtë numër, sa shkojnë në 400, disa dhe që ata që kanë marrë pjesë në hedhjen e shkopinjve ka qenë vetëm 72 kështu me radhë. Po me kanë për shembull 70 prapë është dy numër. Po, por pjesëmarrës për rreth, domethënë ata serbas kryesor po kanë marrë pjesë në lojë, me thënë kushtimisht, por për rreth dhe pjesëmarrës nga jashtë, nga publiku ka pas shumë. Ka qenë ata me mija padyshim. Serbazët këtë rast kur vinë te Faraoni, domethënë njerëz që ishin mësuar që të manipulonin, që të mashtronin, që të përfitonin nga situatat. Kërkojnë për Faraonin, thotë, a ka për neve diçka? Nëse fitojmë. Po do ta fitojmë betejën, sfidë për neve. Kemi dëshirë na mbese diçka? Thotë, po. Thotë, ju keni më kanë njerëz më të afërt të mi. Njerëz të afërt të Faraonit, njerëz me pushtet, po, por edhe me të ardhurë më të mira për jetë, se jo për një moment. Ishte diçka shumë e këndshme për ta. Atëherë thonë, çka do bëjmë? Kush do të hodhë i pari? A na, a ju? Për Musa nëse. I thotë Musa, ju gjuni sefte. Spari, gjuni ju. I gjujnë ata gjithë litarët e tyre që i kishin. Litar. Por nga magjia dukeshin ato litarë si gjarpëni të mëdhej. Aq të mëdhej dhe aq të trishtueshëm se e frigonin njerëzit. Sa do pak edhe Musa sa më frigua. Dhe Allah dhe i që shpall, le të khaf, mos e frigo. Mos e frigo, se ti e më i ngrituri, më i larti. Është magji. Se është
para syve të njerëzve duket se është diçka Iluzion. reale, iluzion, mashtrim. Moment kur faraoni thot, u kri. Vërej tek ai një buzëqeshje, një shkëlqim që ai thot, me këto shka po ndodh, gjatë atë shkopin, me po 70 ishin në kan, nuk jam pak, po të ishin 400 edhe më tepër. Të mëdhej në formë, të trishtueshëm, të mbet, çka të bën një njeri? Nuk e din se me çka po ballafaqohej. Atëherë e hudh Musa alayhis shkopin e tij, e cili bëhet gjarpën dhe i merr ai gjarpën dhe krejt tjerë gjarpën i mbyll dhe i kafshon. Për faraonin, Shumë rënd. po, u dobësu autoriteti i tij. Ra poshtë pretendimi i tij. A më thonë, u shfaq pak mashtrimi i sirbazve edhe faraonit. Nuk ishte fare këndshme për ta. Je pritshme hiç. Edhe për një moment u shfaq, domethënë vërteta. Një moment kur faraoni tash nga zemrimi i madh, nga hidhrimi i madh, nuk din se çfarë bën. Po më në anën tjetër, sirbazët e kupton shumë mirë çka është çështja. Moment që ndodhi mugjizja, mrekullia e Musait, ata ranë sejdë. Se ishin të bindur, dini çka është puna e tyre. Që kjo s'është magji. Magjin vetë e bëjnë. E bëjnë vetë. U dorëzuan para mrekullisë, para mugjizave. Dhe i besuan, thënë, na besojmë Zotin e Musait dhe Harunit. U bën musliman. U bën musliman për një çast, për një moment. Ndërsa kishin ardhur njerëz që kishin kaluar vite dhe jetë të tërë për atyre dhe flitet që ka qenë një prej kresorëve, domethënë zoher ata kanë një pak më plak në mesin e tyre, më i ditur, më përvojë. Përderisa u kanë kjo betejë, ato me siguri më të mirit në qytet janë kanë aty. Janë zgjedh. Po, dihet. Nuk ka mujt hi aty në sfidë secili. Ç'është. Dhe binën sejdë dhe pranojnë fenë. Atëherë faraoni nis me poshtrimi i dytë në fakt, se njerë apo domethënë kur e vren që e fitoi betejën, kjo alo më poshtimi i madh kur ato pranojnë fenë. Pranojnë fenë. Bile i thot, qysh e pranën e fenë, pa jo dhënë leje une? Jo se prite prej ti leje. Po kam çdo diçka me leje ose diçka. Po, duhet pyetej ai për çdo sen edhe për bindjet e tua personale. Nis me akuza. Thot ka dal. Thot Musa është i madh i juve, ma keni bë këto me qëllim. Me qëllim e keni planifikuar këtë kështu të ma bëni për mi nxjerr njerëzit nga Egjipti, sepse Musa e kishte ardhur me kërkesë te faraoni, që mi le ben Israel të marrë me veti, të nxjerrë pe Egjipt, të heqë pe torturave, të heqë pe vuajtjes, pe persekutimeve. Ato ishin kërkesat e Musait kur takuan me faraonin. Thotë këto ma keni bë ju me qëllim. Faraoni nuk e besoi as mugjizën, po nuk e besoi se ti vetë ke mbledh magjistarët, nuk i pruni Musa magjistarët. Ai tu bëj pe këtë vendeve. Edhe nuk ishin një grup i vogël, dikush për në lindje, dikush për në jug, dikush për perëndim vendit, dikush për nga qyteti. Dhe i kërcënoi. Ato të gjithë magjistarët që ranë në sejdë dhe besuan me thotë do t'ju vras, do t'ja shkpult, domethënë duar dhe kamt, edhe do t'i gozhdojnë mbrejnë në drunj, në palmat e hurmave. Një dënim çka, thotë dënim më të dhëmshëm s'keni me pa ju kur. Edhe thua se pas komentatorëve tonë se i ka vrarë këtë ata që kanë. Para u kthyn ata, jo nuk u kthyn. S'ka lëkund ata që s'ka lëkund fare. Domethënë depërtoi tek ata, domethënë drita e imanit, drita e udhëzimit që kishin jetuar plotësisht në errësirë, edhe në atë punën që e kryen ata më herët me magji. Tash kur e kuptuan të vërtetën, më nuk kishin ata kohë të ktheheshin mbrapa. Bile e lutën Allahun që Allah t'u jep durim ta kaloni sa më qëndrueshëm këtë sfidë, po edhe Allah ti bën që të vdesin si musliman. Kjo është kërkesa e tyre. E mbas kësaj lutje, thotë që Allahu alem që ata kanë psu që faraoni ka vrarë të gjithë. Ishte momenti ku u shfaq kjo sfida në favor të Musait alayhis salam. Ka pas disa sprova çuditshme faraoni gjatë jetës së tij. Ku edhe atë e shfaq Musa alayhis salam mugjizat e tij. Cilat janë ato disa sprova të interesante? Mas këtij rasti më një herë kur e refuzon të vërtetën e faraoni, shfaqën në popullin e tij
domethënë në atë vendin ti disa kriza. Ti çojmë shoh që ishin shenja për Zotit. Dhe ishin shenjat argumente fakte të Musait alayhis salam. E para që erdhi ishte thatësia e madhe. Një thatësi e ngjashme me atë që kishte ndodhur kohën e Jusufit alayhis salam. Ama Jusufi i përgatitur. Ki pa përgatis. Në moment. Jusufi në kishte 7 vite kohë të kohë dhe të mbjellë dhe të deponoje. Këti erdhë në formë dënimi dhe ndryshimi për t'i kthy ata në besim. Dhe kishte zgjata me ditë të tëra. Thatësi e parashikueshme, zhduket gjithçka çka është e mbjellur. Pemët nuk jepnin më fryte. Thonë nuk dilte bereqeti i tokës. Atëherë subhanallahu mas kësaj që ju ndodhi, i thojnë Musait alayhis salam, ja Musa thot, a ka mundësi ti lutë Zotin tënd? Këtë shprehje kanë pas shprehi edhe koptët, edhe Ben Israilt. Thot lutë Zotin tënd me atë që Zoti ty të ka premtuar. Ti po na thuç ashtu. Thot nëse e hek këtë dënim për neve, kena më bë musliman, kena më besu. Kur e lutë Allahun dhe a largon dhe prap ata nuk besonin. E thynin premtimin që i kishin dhënë. Ndodhe shenja e parë, nuk besu. Masaj erdh shenja e dytë. Allah Dhu Xhelal u dërgoi atyre një numër të madh të insekteve të kërkalecave që kur vështronin ata në hinin në qytet, shkatronin gjithçka për bereqetit. S'lenin kur gjë. Edhe sot nëse ndodh një gjë, është njihet, ose si një ushtri e madhe që shkatron gjithçka që ka para. Nëse hyn në bereqet, në ara, në të mbjellura, kërkaleca më të mëdha. Prishin. Prapë lusin. Mos e. Veç edhe kësaj herë. Lutë Zotin ta heke që të belase, na kena bëu musliman. Sa të largohet, nuk bëhen. E dërgon Allahu Dhu Xhelal prap. Richrat. Insekt tjetër e tretë me radhë. E njëta kërkesë e popullit, përgjigje e Musait me dua, lutjen e Allahu Dhu Xhelal, e largon edhe këtë dënim edhe këtë domethënë fatkeqësi, prap nuk besojnë. Jemi pranë në episodin e fundit me Hoxhën, që e kemi edhe thasi për mbyllje të reklamat me bon normal, ma gandull. E bona une një video ashtu që me kaltu se çka kisha përzgjedhur për sponsorave, t'ja lëm rrenin a gazdu ta shohim çka kam përzgjedhur për sponsorave. Nisemi prej a gandull prej Best Mobile. Çka kisha zgjedhur për Best Mobile? Telefon. Po jo, hamburger, po normal që telefon. Çfarë telefoni sa nuk shet diçka tjetër. Çfarë telefoni kishe marr? Koji ma e reja cëlla, është ma shumë megabajt. Okej, ato. Shumë fort. Palestina Drinks? Po, të këmë kalëzuri ti, që liftare këmë provu të në strejtin edhe kolën edhe orangjin. Fantastik ishin aslan. Atëre për Burger Zone? Burger Zone aslan, groshën ta, fërsa e binë. Po, për sa e binë, se punë veç sa me bo videon, se s'kina me bo realitet, am tanë veç. Almaksi çka kështë zhjetë, Almaksi? Ta Almaksi shumë. Ta Almaksi kërrej që ka kësha marë, në ndërë që shpijen, ta kompletoj këtë në veni kam. Mrejna. Super. Atëre vazhdojmë me historinë. Dërgon Allahu Dhu Xhelal prap shenjë tjetër. Kthehu, aty. Të kthehen të bëhen musliman. Dërgon te këta bretkocat. Numër të madh përsëri. Çka t'ju bëjnë? Suni delti ushtrisë Allahu Dhu Xhelal me kurrë përpara. A pat kërkesë pas kërkese. Largoje vetëm të largohe se baba me musliman. Dënimi tjetër, Allahu Dhu Xhelal shlon gjak prej qielli. Çdo pik ujë në tokë bëhet i kuq. Lutë Allahun që ta largon edhe këtë dënim mbi neve, do të bëjmë musliman. Saqë edhe një herë thonë, e Musa, na po e shohmi se ti me çet seher që i të bë, sa ata nuk e kishin lutë Allahun sinqerisht që ta hajke këtë dënim që na do të bëjmë musliman për dhe. Po ata kishin me pikpamjen, me atë bindjen e tyre, me prapavimin e tyre, me shpëtu situatës, edhe akuzën që ja dhanë Musait, ti të na bo seher me këtë gjëna.
I të na bë magji, se nuk është jo diçka që ndodh për një me. Do thonë na e dim se nuk kemi mujt me këtë serë, me këtë magji, më na bin neve, më na bën neve pasues të tij. Pas gjitha këto shenja, domethënë, ato prap s'janë bint, mirë po, a domethënë që e kanë lënë musën rahat ta praktikojë fen, po të largohet prej vendit apo si ka ndodhur? Asnjëherë. Domethënë këto janë momente që po kalonin ditët dhe muajt, edhe po kalon ti koha, por njëkohësisht paria e faraonit dhe vetë faraoni po kishin ato propagandat dhe planet e tyre se si t'i japin fund Musait dhe pasuesve të tij. Edhe në ajetin koranor përmendet se ata planifikonin mbytjen e Musait alayhis. Sa ai punoi po shtron Zotin ato, në të aspektin se ata po e mbrojnë një diçka që është shumë e vyer kështu me radhë. Edhe Musa edhe vetë faraoni kërkon thot për parisë të tij, mleni ta bys Musain. Kishte nevojë pak sado ta mete një vendim të përbashkët ku të gjithë do të ishin të një mendimi. Parasysh se ekzistonte vetëm familjen e tij një prej besimtarëve i cili nuk pajtohej me këtë vendim. As të Paris, as të faraonit. I thëshë Kopën, më thon pikë. nga koptët. Koptët ishte domethënë ajo, jo bën Koptët, Israelve. jo. Ose familja e faraonit, po. Familja Ai e ishte musliman, a? Thotë që është djali i vllaut të tij, faraonit. I cili thot a doni ta mbytni një njeri. Vetëm pse thot Zoti im është Allahu. Vetëm për këtë arsye me mbyt një njeri. Thot lene atë të qetë. Nëse e ka thonë të vërtetën, do t'ju godet juve e mirë, do të keni në fitim për ti. Nëse gënjeshtar për ta, se s'ka mund me ju bë juve dam. Prap do të në formë logjike. Do të thonë duke i bindë ata. Nëse Allahu do të thotë se ky person është një besimtar nga familja e faraonit që e ka fsheh imanin e tij. Do të thonë nuk është tregu se momentet që do ta tregoj Likvidohet. që s'mund me marr pjesë në atë takimin e brendshëm ku flitej për vrasjen e Musait, për vendimet më të mëdha të shtetit. Mirë po e ka shfryzuar rastin që ndërpritet kjo, do të thonë vrasja e Musa alayhis salam. Po. Sa ka mund domethënë ai. Po, pa sukses. Pa sukses, sepse faraoni me parinë e tij marrin vendimin që ta përsëritin atë mahara që i kishin bë për mi vrarë Ben Israilit, duke i vrarë djemt e tyre. Do të thonë pra fillon vrasja tash. Prapë fillon vrasja. Kjo është hera e dytë. Edhe këtu vëret një bisedë mes Ben Israilëve që ishin tash pasues e Musait alayhis salam dhe vetë Musait, i thonë ja Musa, na para se me ardh ti, që kjo bela na ka gjetë. Te na erdhe, prap belaja e njëjtë na gjeti. Nuk kishin durim subhanallahu. Allahu Dhu Xhelal u kishte sjell pejgamber Musa alayhis salam që njëherë për çdo herë, përfundimisht, përfundon me bizoria e tyre. Të shpëtonin nga kjo torturë, nga kjo zullum i madh, po nuk kishin ata dënin përgjigje dhe një zgjidhje për një hershme, aty për këtu. Ajo nuk bëhet. Duhej kohë, duhej sakrificë, duhej planifikim, se si të arrije deri aty. I thot Musa se popullin, keni durim. Mbështetni Allahut. Vetëm ai tek ai jemi të mbështetur. Domethënë rrugtimi jon nuk mund me pas sukses nëse nuk i mbështetemi Allahu subhanahu wa taala. E kishte edhe ai një problem në vete. Po ja që ndodhte edhe kjo çka u mor nga faraoni dhe paria e tij që vriteshin prap dhe nuk u ndal fare dhe tortura edhe masakrimi edhe persekutimi deri në moment kur se dalja e Musait alayhis salam prej vendit pritej me shpallje. Vetëm Yunusi alayhis salam ishte ai që nuk priti. Po. Për çfarë edhe pastaj përfundoi në balen. E erdhi shpallja nga Allahu Dhu Xhelal, thot urdhëroi popullin tën tash të dilin për atë vendit. Po nuk ishte dalja e lehtë. Nuk mund të dilej brenda ditës. Nuk mund të dilte me numër aq të madh të banorëve pa u kuptuar fare. Do të thonë ishte e pamundshme. Kur janë brenda kufive të faraonit, brenda ushtrisë së tij, çdo sen përcillej. Është shumë e vështirë. Por përmendë subhanallahu që Ben Israil kanë kërkuar nga faraoni ta kenë një ditë feste. Do të bëheshin ata, do të thonë për të festu, jo për diçka tjetër. Kjo si një formë organizimi i tyre i mbrëmshëm për të ikë nga Egjipti. Por interesant, faraoni pajtohet me këtë kërkesë.
që është kërkesë e rëndomt, thjesht ditë feste për të bu populli Beni Israilëve, le të festojnë. Nuk e shon menja që mund me ikë. Po. Thjesht për Plus fest. përgatitja nga ana tjetër, Beni Israilëve ishte që shtëpit të mbesin të ndriqume, që fëqinjët koptët mos të verive, se këtu po mungojnë tash numër i madh i fëqinjëve Beni Israilëve, ndodhi diçka. Ishin të urdhëruar që bisedat e tyre t'i bënin fshehtës, me zot të ulët, të mos e thirrnin njëri tjetrin me zot të lartë, me emna. Dhe dalja e tyre të jetë natën. Masi që festa po zhvillohej kinse, dhe dilnin gadal, nuk flete për numër i vogël. Thuhet që ka qenë numri 200-600.000 persona. Është shumë vështirë me i tërhek prej qytetit. Po. U mundua Musa alayhis salam këtë formë të tërheq Beni Israil nga Egjipti. Do thonë nuk ishte lehtë me dal një numër i madh i popullit, do thonë njerëz të vjetër, gra, të ri, moshave të ndryshme. Dolën, por nuk i iki lajmi faraonit. Do thonë u vërejt dalja e tyre, dhe faraon me të shpejt mlodhi numër më të madh të ushtrisë sa kishte mundësi. Thotë dikon ka qenë 1.600.000 ushtar. Veç ushtar. Plus se kishin edhe përgatitje më të madhe ushtarake nga ana e përgatitjes me kuaj të shpejt, se ti nisesh me 600.000 persona të gjithë rrugës duke ecën kam. Përdesa dikush me ushtri me kuaj zen në çdo moment. Dhe nuk kishte largësia shumë e madhe mes tyre dhe Musait. I shkon mbrapa Musait alayhis salam, edhe Musai vjen deri te një moment kur Faraoni shumë mbrapa. po faraoni me mushtri. E kupton domethënë në organizimin. E kupton që ka bo. daljen e popullatës, domethënë për shpejt kohë. Nuk kishin mujt ata me ikë shumë larg. Se sikur kjo zgjaste me orë të tëra, ndoshta edhe arritja aty do të ishte edhe pamundshme. Por ishte koha shumë e shkurtë. Edhe i shkon mbrapa, saqë Musai me popullin e tij tash po përfundojnë pranë një deti. Detin e Kuq. Edhe tash rrugë alternative për ndet nuk ka. Knejna po vërrehej kuajt me trame të madhe, me të vrapume të madhe, duke u afru në zhurma e ushtrisë madhe, 1 milion e tepër. Atëherë nga populli Musait vërej një dëshpërim, thot na zunën, u kri puna. Deti para, mbrapa ushtria, s'ki ka me hik. Italia s'ka. Ku do të shkosh në gjatë shmajt i zonë ti je. Do të nuk mundesh me ikë për ti. Vetëm Musai se nuk i kishte hub shpresën në Allahun dhe xhelal, thotë jo asnjëherë. Unë kam Zotin para, ai ka më modzu. Edhe pse nuk dije se çka do të ndodhte, se si do të ndodhte shpëtimi. Nuk dihet. Nuk i kishte para pa ala. Dhe aty mbesin duke prit ardhjen e ushtrisë, ndërsa pritej një zgjidhje e shpejtë dhe një mucizë e re e Musait alayhis salam për të kalu dhe për të shpëtuar.